Të nderuar shikues, mirëmbrëma, ja ku jemi sot këtu në Okult Gjeopolitik ose Gjeokult për të folur mbi disa lajme të fundit nga ato që nuk parathuan kudo. Para se të fillojmë, falenderojmë gjithë sponsorat e podcastit tonë dhe duam të kujtojmë gjithashtu që të mos harroni të bëni subscribe në kanalin. Në Shqipëri këto ditë u kalua një ligj për familjen ku ligji quhet një ligj për shanse të barabarta, ku janë vënë kuota për të mos u diskriminuar dy gjinit, siç e përmend ligji, të burrit dhe të gruas, por që ligji le të hapur mundësinë që nëpërmjet ligjeve, akteve të tjera nënligjore të krijohet mundësia për të folur për identitetin gjinor, ku ju hapet rrugë veprimeve të panatyrshme në lidhje me gjinin, deklarimeve të panatyrshme dhe një agjende e cila synon largimin e të rinjve nga rruga e bashkimit të natyrshëm seksual midis mashkullit dhe femrës dhe për të krijuar familje të natyrshme të cilat mund të riprodhohen sipas shumë protestave nga shoqata të ndryshme të iniciuara, ku spikat pastori Akil Pano, i cili ka qenë iniciator për të mbrojtur trashëgimin tonë familjare dhe të shoqërisë dhe gjatë gjithë këtyre ditëve ka pasur protesta dhe ankesa të mëdha kundër një vendimi që morën shumica e deputetëve të Partisë Socialiste me numër prej 73 vetash, të cilët kaluan projekt ligjin që duke kthyer në ligj për barazinë gjinore, siç quhet. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka folur kundër këtij projekt ligji dhe ka akuzuar përfaqësuesin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, i cili është një homoseksual, e ka akuzuar si një person që është marrë posaçërisht me këtë punë për të shtyrë përpara agjendat e veta personale. Njëkohësisht duhet të themi një informacion i cili ka të bëjë me disa testime që janë bërë nga një organizatë e specializuar amerikane pranë antarëve dhe simpatizantëve të Partisë Socialiste, duke ju dhënë një pyetësor dhe duke i pyetur në raport me prestigjin e drejtuesve të Partisë Socialiste, ku është arritur në përfundimin që Edi Rama ka një shkëputje nga baza si kryetari i Partisë Socialiste dhe konsiderohet prej tyre si një udhëheqës i cili nuk mbron aktivitetin politik të enturazhit të vet në qeveri, duke i lënë ata të keq trajtohen sipas tyre nga sistemi i drejtësisë dhe kryesisht nga SPAK-u. Militantët kanë shprehur simpati për dy udhëheqësit e tyre, njëri i burgosur dhe njëri nën akuzë, respektivisht Erion Veliajn dhe Belinda Ballukun, të cilët konsiderohen në Tiranë dhe në jug të Shqipërisë si dy figura të dashura nga Partia Socialiste. Përballë provave që SPAK ka ofruar dhe janë bërë publike në shumë raste për këta dy drejtues të Partisë Socialiste, njëri në Kryebashkinë e Tiranës dhe tjetra si zëvendës kryeministre dhe ministre energjetikës dhe infrastrukturës, janë sjellë shumë prova të cilat do paraqiten para gjykatës, janë sjellë në publik, ku është synuar ende para
opinionit publik figura e këtyre dy udhëheqësve, por njëkohësisht edhe figura e Partisë Socialiste dhe kryetarit të saj Edi Rama jashtë këndvështrimit të militantëve të Partisë Socialiste dhe qeverisja socialiste është gjatë këtyre viteve ka kaluar në për shumë skandale, me shumë arrestime dhe me shumë çështje ku duket që ka një korrupsion shumë të lartë gjatë qeverisjes së saj, e cila sot është në mandatin e katërt. Të shohim nëse do të ngjitet presioni i ujit lart, më lart se Belinda Balluku apo jo. Një lajm tjetër është që në OKB Shtetet e Bashkuara dhe qeveria e presidentit Trump po bëjnë presion që të bëhet në kuadër të kalojnë rezolut marrëveshja e paqes që u firmos në Sharm el Sheikh dhe të konkretizohet duke krijuar një trup ose forcën e sigurisë, një trup ushtarake e cila do të zvendësojë largimin e ushtrisë të Izraelit nga Gaza, të IDF-s, si quhet me akronimin e saj. Trumpi ka bërë presion që në janar të fillojnë të vendosen trupat e OKB-s në Gaza dhe të çlirohet rajoni nga ky konflikt, gjë e cila duket se ka pak gjasa pasi vazhdimisht Izraeli përdor pretekste të ndryshme për të vazhduar konflikti, për të realizuar qëllimet e veta të Izraelit të madh dhe që në rajon të ketë luftë, ndërsa duket se presidenti Trump përpiqet ta frenojë, megjithse fuqitë e tij janë të pakta për të marrë vendime të ashpra kundër Izraelit, sepse në Shtetet e Bashkuara gjueshët kanë një fuqi të madhe në institucionet vendimarrëse, sidomos në Kongres në të dyja dhomat. Presidenti Trump deklaroi për tarifat para se të merret këto ditë një vendim nga Gjykata Supreme në lidhje me disa tarifa të vendosura nga qeveria e presidentit Trump, i ka quajtur ato që janë jeta ose vdekja e Shteteve të Bashkuar. Në Ukrainë, një komandant i rëndësishëm Ukrainas, i quajtur Sergej Filmonov, ka folur për largimin e ushtarëve Ukrainas dhe topsit e vijave të luftës të ushtrisë ukrainase përballë sulmeve të ushtrisë ruse. Sipas deklaratave të shtypit perëndimor, thuhet se largohen çdo muaj ose çdo 4 javë 20.000 ushtarë Ukrainas, të cilët dezertojnë, pra i bie që çdo javë 5.000 ushtarë Ukrainas dezertojnë nga fronti i luftës. Arabia Saudite kërkon avion F-35 me këmbëngulje prej shumë kohësh pranë Shteteve të Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara sidomos në kohën kur kanë qeverisur demokratët, janë interesuar gjithmonë për të ruajtur supremacinë ajrore të luftës në ajër pra të Izraelit dhe nuk kanë lejuar që shtetet tjera në lindjen e mesme apo dhe Turqia në Azinë e Vogël të kenë një fuqi të barabartë me fuqinë ajrore të Izraelit. Megjithatë, Trump duket se është duke i ofruar pas takimeve me përfaqësuesin më të lartë të Arabisë Saudite, Bin Salmanin, ka kërkuar që t'japet rrugë shitja disa miliard dollar të avionëve F-35 në drejtim të Arabisë Saudite, afërsisht 50 avion ose 48 avion më saktë. Ibn Salmani njëkohësisht ka deklaruar se nuk do të hyjë në disa procese të trajtimit të konfliktit midis palestinezëve dhe Izraelit të iniciuara nga presidenti Trump, qoftë në mandatin e parë, qoftë në mandatin e dytë. Një lajm tjetër i rëndësishëm është që janë zhvilluar
zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara për kryebashkiakët në disa shtete dhe duket që ka një shgënjim të madh të republikanëve të cilët përpiqen të analizojnë këtë humbje, sidomos ku spikat vota kundër republikanëve në Bashkinë e New Yorkut, ku për të parë fitoi një mysliman siç është Sohran Mandani, i cili shuhet si një demokrat ekstremist i majt dhe republikanët e akuzojnë si një komunist. Me humor, Mike Johnson, kryetari i Domës së Përfaqësuesve republikan, ka deklaruar se tashi që ka marrë një nga bashkitë më të rëndësishme demokrati Mamdani, duhet që dhe partinë demokratike të vënë në krye zotin Mamdani. Ka njerëz që e shikojnë si një mallkim fitoren e tij përballë Trumpit, por ka njerëz të tjerë që e shikojnë si bekim. Nga analizat që kanë bërë republikanët, fajin për këtë votim kundër republikanëve në disa bashki, siç është edhe Virginia, apo votimet në New Jersey, ku kanë fituar demokratet Abigail Spanberger dhe Mickey Sherrill, të cilat janë, edhe këto kanë krijuar risi në këto vende, duke fituar për herë të parë një femër në Virginia. Duhet thënë që Spanberger ka qenë edhe kongresmene, por ka punuar dhe në forcat e shërbimit sekret të Shtetet e Bashkuara, ndërsa demokratët është një nga rastet e ralla që fitojnë me një femër në New Jersey. Presidenti i Heritage Foundation, që është Kevin Roberts, një nga njerëzit më influencues në vendimet që merr presidenti Trump, pasi është ky fondacion me 300 OJF të djathta republikane që kanë hyrë në këtë shoqat të madhe, është ai që i ka dhënë Trumpit gjithë vijën për të cilën ai duhet të ecë në këto 4 vjet, ashtu siç ja kanë dhënë dhe presidentit Reagan para 25 vjetësh, dhe ky fondacion ja ka dhënë. Presidenti i Heritage Foundation, Kevin Roberts, kishte mbrojtur një nga gazetarët e rëndësishëm të së djathës, i cili u spikat shumë në rrjetin Fox News gjatë mandatit parë të Trumpit, dhe ky është Tucker Carlson, i cili ka thënë, ka shprehur disa ide të cilat janë konsideruar antisemite, dhe Roberts i ka dalë në mbrojtje para disa ditësh, por tash është rrequr dhe ka deklaruar se ne duhet të luftojmë çdo ide antisemite që mund të hidhet nga kushdo dhe në çdo pjesë të vendit tonë. Dihet që qeveria Trump ka kaluar 35 ditë pa fondet për ligjin e shpenzimeve buxhetore, i cili është bllokuar në Senat nga demokratët, por dhe nga një grup deputetësh republikan, senator republikan, nëpërmjet asaj që quhet filibuster, i cili është një ligj i cili kërkon që të votohen për të ndërprerë diskutimet në lidhje me një çështje, kërkon 60 mandate, dhe Trumpi këta kërkon ta heqë dhe do që ta bëjë me shumicë të thjeshtë, me qëllim që dhe kur të qeverisin demokratët të mos ketë bllokime nga ana e republikanëve të fondeve të nevojshme të qeverisë në buxhet për të mbajtur në aktivitet normal qeverinë. Një nga shkaqet që mendojnë republikanët për rënien e tyre në këto votime
Dhe frika e tyre që në votimet e mesme midis 4 viteve në Kongres, në të dyja dhomat, republikanët janë shqetësuar dhe kanë frikë nga një humbje për shkak të politikave të ashpra të Trumpit në lidhje me emigrantët së pari dhe ka njerëz tjerë që mendojnë që lufta e madhe kundër transgenderizmit mund të ketë shkaktuar një largim prej republikanëve të shumë votuesve. Këto mendojmë që ishin disa nga lajmet kryesore që ne kishim përzgjedhur për këtë fundjavë, duke ju kujtuar dhe një herë të gjithë atyre që na ndjekin t'i bëjnë subscribe kanalit ton. Natën e mirë, një fundjavë të këndshme dhe mirupafshim në emisionet e tjera të zakonshme në podcastin ton në javën e ardhshme dhe në ditët e tjera në vazhdim. Tung natën e mirë nga Omer Frecako.